Në kulmin e festave, në kulmin e fushatës elektorale, ka ndodhur 2 atentate të forta, një pasishme, në fakt me gjithë njërin që ka ndodhur në Athinë, po jo në territorin e Shqipërisë, atentate cilat të japin të kuptosh sikur Ervis Martinaj është gjallë dhe jep urdhra, në mos ai zë vend si ti, në mos zë vend si ti, ushtëria ti, kupola ti. Dhe kjo, në këtë klim të fushatës, është pak të ronditse. Ndoshta gjithë aparati shtetëror, aparati i policisë është i përqendruar për garantimin e zgjedhjeve, për garantimin e personazheve VIP që çarkullojnë gjithandej nëpër Shqipëri dhe sigurisht kurmacja është e zënë, mit hedhin vallë. 2 ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Do shpjegoj ngjarjen e parë, e cila ka ndodhur rreth orës 19:52 minuta në fshatin Plan të Lezhës, ku ekzekutua me armë zjarri në lokalin e tij Gjovalin Prendi, babai i Sidorel Prendit alias Ran Brahimi. Autorët e kësaj ngjarje kanë qenë 3 persona, një person ka pasur rolin e shoferit, ndërsa 2 persona, pasi janë ofruar me automjet pranë lokalit, kanë lëvizur në këmbë dhe anash lokalit, kur ka dalë tek dera e lokalit pra 64 vjeçare, kanë qelluar me breshëri plumbash dhe më pas janë larguar nga rruga e Milodhen ande nga kishin ardhur. Dhe të nesërmë në fushë gjormë është gjetur dhe automjeti i djegur. Dua të theksoj që ngjarja ka ndodhur në orën 19:52 minuta. Automjeti i djegur, po, dakor. Dhe pista kryesore që po heton policia e shtetit për këtë ngjarje është ajo e hakmarrjes. Për këtë ngjarje ka lidhje me vrasjen e ndodhur në Athinë disa ditë më parë? Jo, nuk ka lidhje. Të birit të Një viti më parë, patjetër që ka lidhje është hakmarrja ndaj të birit, pra, kjo ngjarje është hakmarrja ndaj të birit, por policia e Lezhës pas ngjarjes ka kontrolluar disa banesa dhe ka shoqëruar 10 persona në Lezhë, me 2 tyre edhe vëllezërit Gjeloshi, ku për ngjarjen e 10 shkurtit 2024, ku u plagos Ardian Gjeloshi dhe u vra ekonomisti i firmës së tij, për këtë ngjarje shëtuar pra Roan Brahimi alias Sidorel Prendi. Atentati i dytë? Atentati i dytë ka ndodhur në orën 21:30 minuta. Të ditës ka ndodhur në Lundër. Po pse në fillim u tha që kishte lidhje me të parin dhe pastaj? Kjo është shumë e çuditshme. Ky informacion mendoj që është hedhur qëllimisht në media për të sfumuar të vërtetë dhe për të vijuar hetimin e ngjarjes me katë të plagosur në Lundër. Ngjarja në Lundër ka ndodhur personin, vazhdon pista e ngatrimit personit. Shënjestër, ngatrim të shënjestrës mund të ketë pasur të autometit, por në këtë ngjarje nuk është e përfshirë pra gruaja e Sidorel Prendit.